Miqtë e emisionit për te traditë, sot grupi ynë i xhirimit ka udhëtuar drejt Kosovës dhe pikërisht qëndruam në qytetin e Prizrenit. Qëndruam në këtë qytet për të pyetur se përse shqiptarët e Shqipërisë fundjavën e kalojnë në Prizren? Jemi në qendër të Prizrenit edhe kemi takuar një djalë që është shqiptar nga Shqipëria, i cili punon edhe na ka serviru kafe të veçantë, kafja turke. Sa e kërkojnë vizitorët këtë kafe? Është numër 1 kafe turke. Ose produkti që më shumë t'i shkon. Është kafe turke, po pse? Prizren. Është si tradicionale. Kafja turke në Prizren është tradicionale. Pas kafe turke nuk bën Prizren. Kush që janë vizitorët më të shumë që e kërkojnë këtë kafe? Vizitorët më shumë që e kërkojnë këtë kafe janë nga Turqia. Nga Turqia? Veç fjala edhe kafe turke, ka thonë që është. Po shqiptarët e Shqipërisë? Edhe ata. Vizitorët nga Shqipëria janë të shumë. Kështu në dile i kemi fluksi më i madh është i për Shqipërisë. Nga cili qyteti Shqipërisë keni ardhur? Ne jemi nga qyteti Pogradeci, në saktë nga Tushamishti. Nëse keni ardhur e keni vizituar Tushamishtin. Keni ardhur si kolektiv, si Ne familje? kemi ardhur si kolektiv, jemi mbledhur si kolektiv dhe kemi ardhur të vizitojmë Prizrenin. Çfarë ju tërhoqi më shumë në Prizren? Ne na troqi ambienti një herë shumë i bukur, pastër, mirë, njerëzit miqësor, na pritën me përshëndetje. Shumë bukur na duket. Ka me turistë plot, njerëzit janë miqësor. Do ja sugjeroni të afërmet tuaj miqve të vinë ta shohin Prizrenin? Po, të vinë ta shohin. Po, me të vërtetë është shumë bukur, është qytet shumë i bukur. Me të Lembresa. Për mua më vjen që të vi edhe një herë tjetër. Pse vinë shqiptarët e Shqipërisë fundjavë në Prizren? Është vend i bukur, tradita, ushqimi, mikëpritja, to e bëjnë për marrë. Ushqimi më i veçantë kush është këtu në Prizren? Në Prizren, ushqimi më i veçantë janë çebaba. Qebabe? Po, që njihet Prizreni për nga ushqimi. Në Prizren, shqiptarët e Shqipërisë që kalojnë fundjavën, në Prizren nuk vinë vetëm për të parë monumentet historike, kulturën apo diçka tjetër, por ajo që është më e veçanta është edhe ushqimi që këtu në Prizren serviret. Më të veçanta çka kemi ne, edhe çka thonë tjerë këtu në Kosovë, në Shqipëri, edhe jashtë vendit kur vinë vizitorë këtu. Po? E gjitha çka pëlqejnë është çevapi ne çka bëjmë. Do në qoftet kjo pjesa këtu. Qoftet i kemi në rend parë, pa qofte ne nuk mujna me shku kërkuniq. Me çfarë mishi bën ju qoftet? Ne kemi mishin normal ne vete bëjmë. Është çdo sen tradicional bio me mish viçi normal. Po? E kemi si brumbje. Po? Ne prej atij brumit nxjerrim qoftet, çevapat, i bëjmë këtë formë kështu si duket, kjo është arromollak të gjatë. Pra, domethënë shërben prej 5 çevapa, 6, 7, kemi me kajmak, pa kajmak tashti. Kjo pjesa e gjithë kjo pjata që ju keni sjell, Po, është e miksuar. po, e miksuar. Po çfarë kemi aty? Këtu ne i shërbejmë miksin, domethënë, aty hyn pjesa e çofteve me madhësi më të madhe, mishi i bardhë, domethënë fileto pule, si i thoni ju nga Shqipëria. Kemi mish viçi pjesë, kështu pak më i me vjan që është, suxhuk shtëpiak. Vjen aty, kemi këtë pjesën këtu ku e pëlqej më shumë ti, mishi viçi domethënë.
pas kebabit në rënd, dytë është mishi i viçit. Çfarë kërkojnë më shumë shqiptarët e Shqipërisë në Prizren? Shqiptarët e Shqipërisë, si t'hinë mrenda nder, si t'hinë qofte. Mbush ma qofte tavolinën, mbush ma qofte salata, specat i kemi pak ma të veçanta, e bëm kështu me mas, janë pak më të shishme, djeksat, pa djeksat. Edhe djeksin e kanë kështu favorit, si t'ju djek. E shpreha më e veçantë që ju keni në restorant? Shpreha më e veçantë. Qoftet ma të mira në Prizren, mirë se erdhe te kebabtoria ma e mirë. Me qytetet e Shqipërisë, me kë mund ta bësh një krahasim? Një parapërsisht më vjen mua pakës me Beratin, nuk e di aja u kanë thënë dhe të tjerët, pakës me Beratin më vjen, dhe mos na e pjesa këtu sipër, me Beratin, pakës me Gjirokatën, po më tepër i përshtatet me Beratin. Çfarë ju tërhoqi më shumë deri tani që keni parë në Prizren? Më troqen xhamiat, më troqi pjesa e kishës që qëndron afër me xhamiat, më troqen shumë shëtitoria këtu, shumë bukur, ka shumë lëvizje, ka shumë përshusa, ka shumë dhe njerëz të huaj, shikoj, këtoja. Çfarë të veçantë ka Prizreni? Po pra, këtu jemi në Prizren, sot kemi ardhur me shkollën SHMK Drita, nga Kërçova në Maqedoni. Ka këtë urën këtu dhe atë kalan parë që e vizituam, ishte shumë e bukur, me pamje nga gjithë Prizreni. Sa krenar jeni ju që vini vizitoni këto vende shqiptare? Po, unë për vetë jam shumë krenar, sepse i shoh gjithë ta shqiptarë këtu së bashku, edhin, edhe po bën një përshtypje të mirë. Çfarë të tërhoqi më shumë në Prizren? Gjëja më e veçantë ishte ajo kalaja aty, me UÇK që shkruan, edhe ishte shumë e bukur sepse e shifni të gjithë qytetin. Çfarë do të thuash ti bashkë moshatarëve të tu që janë në Shqipëri, në Maqedoni? Po pra unë do kisha them që të vini dhe ta vizitoni Prizrenin se është një ndër qyteteve më të bukura në Kosovë. Se kështu dukesh pak i bollshëm, çfarë ushqimi do hash në Prizren? Qevape dhe suxhuk. Gjithçka është e shtëpisë. Këtë du të më zbërthesh. Për çfarë keni këtë shprehje? Gjithçka është e shtëpisë. A çka doni nga shtëpia? I përgatisim gjitha vetë, gjitha shka i shet, gjitha i përgatisim vetë, sepse jemi edhe lokal familjar. Ne këto gjithë jemi familje, nuk kemi as punëtor, as një gjë. Gjithë jemi familjar. Kuzhini kemi gratë. Ne shërbys jemi nipat. Doja është pronarit, doja vetë punon, ma shumë se na. Ne s'mira mi arrit kur punën e dojës. Edhe dyjet e me bosën punojnë asa doja sa punon me neve bashkë. Po kjo shtëpia, a çka doni prej shtëpie, si është kjo? Prej shtëpies? Po. Pas ushqimit, pasi të kam mbaruar krejt, është ngopur gjitha. Ashti shqiptare komarak, e kena atë zakonin, atë kafe, espresso. Atë na e shërbejmë vetë prej shtëpisë, kur nuk marrim moneda. Ata shërbejmë vetë nga qefi jonë. Vizitorët e shumë që vinë këtu në Prizren, ku shkojnë më shumë për shkak? Vizitojnë vendet historike. Kalaja, Lidha Prizreni, janë xhamit, është hamami. Hamami i thënë banjëve në kohën e Osmanlise. Që janë lartë. Këto janë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë stineve? Të hapura, po. Gjatë gjithë stineve janë të hapura, për shkak të turistëve. Për çfarë mund të qëndrojë një i ri në Prizren? Sepse tashmë dihet që të rinjt largohen drejt perëndimit. Largohen shkaku e ekonomisë, po ka punë edhe këtu. Ka punë artizanale, që mund të miren me.
djalë Prizrenas, çfarë mund ta detyrojë të largohet nga Prizreni? Tashti, unë nuk e di atë pjesë, unë për veti jam i kënaqur shumë me Prizrenin, ke punë, ke shkollë, ke gjitha, nuk e di pse largohen njerëzit për këtij vendi. Nuk e kuptoj. Çfarë do të thuash të gjithë të rinjve shqiptar ti? Unë ju kisha thonë, mos e braktisni Kosovën, Kosova ka nevojë për neve rinin, jemi ardhmë nga Kosovës, me vazhdu me shkollën, pse jo edhe part-time job që e kemi tash këtë moshën 16-17 vjeç. Ke paraditë shkollën deri në 12 një, pas orës një, pse jo mos me punu, me janë ndihmu pak vendit, ne jemi ardhmë nga Kosovës, ne i duhemi Kosovës. Në këtë moshë më të mirë një po e lëshojnë vendin, po shkojnë jashtë shtetit. Pse me shku jashtë shtetit? Nuk e kuptoj. Tu konë se njëtë, si paguash tu edhe atje. Këtu punon e dim të kush punon. Jemi me përfaqësuesin zyrtar mediatik të Bashkisë Prizren, zotin Dritoni, cili do të na flasi më tepër për Prizrenin, investimet dhe pse shqiptarët vinë dhe frekuentojnë çdo fundjavë Prizrenin. Përshëndetje dhe është kënaqësi që të bashkëbisedojmë për Prizrenin. Mirë se erdhët në Prizren, fillimisht shkelzem bashkë me ekipin. Përshëndetje gjithë shikuesve tuaj, dhe është kënaqësi të jemi bashkë. Çfarë i detyron shqiptarët e Shqipërisë që të vinë fundjavë në Prizren, kjo më habit? Përveç shumë gjërave të zeni, ata vinë në shtëpinë e vet fillimisht. Jemi në një kombi, jemi një popullate, një popull, një komb. Në anën tjetër Prizreni ofron shumë çka. Duke filluar nga mikpritja e jashtëzakonshme, Prizreni këtë 4 vjeçarin e fundit ka investuar atë shumë në infrastrukturën, sidomos në pjesën historike të qytetit, tu ku jemi aktualisht. Tek Shadërvani, për shembull, janë futur kablët e rrymës ndër tokë, është rivitalizuar komplet infrastruktura toksore, kaldrëmi është rregulluar dhe ka marrë një pamje të një qyteti evropian. Do të thotë përveç pamjes bukur, historisë marramendse që ka Prizreni për gjithë kombin shqiptar, duke filluar nga lidhja e Prizrenit, nga kalaja e Prizrenit, hamami, i kemi xhamin e Sinan Pashës, i kemi kishat katolike dhe ortodokse mund qendër, një ofertë jashtëzakonisht e mirë e gastronomëve dhe hotelierëve, e mos flasim pastaj edhe me rritjen e mbështetjes së festivaleve të mëdha siç është Dokufesti, Flutrat, Zambaku i Prizrenit e të tjera. Janë shtuar edhe 2 festivale të tjera të mëdha, është Rock and Blues Festivali, që përveç që mbledh shumë shikues dhe dëgjues të muzikës rock dhe blues nga Shqipëria dhe rajoni, aty marrin pjesë edhe shumë bende nga Shqipëria, pra aty edhe bëhet një kolorit shumë i bukur i bendeve të cilat performojnë muzikën live për gjithë publikun që vjen gjithandej. Pastaj kemi edhe një tjetër festival që ka filluar kryetari Shaqir Totaj, është festivali i teatrove me skena të hapura, ku edhe këtu ku jemi aktualisht ka skena ndodh diçka gjatë atyre kohëve. Dokufesti natyrisht është tashmë i njohur ndërkombëtarisht, edhe këto 2 trejat janë ndërkombëtare, tashmë i kanë vu themelet e veta, po gjithsesi Prizreni duhet vizitohet nga të gjithë. Unë konsideroj edhe nga shkollat fillore, siç ka filluar Shqipëria tani të bëj, që bën ekspedita në për gjithë territorin ku banojnë shqiptarët. Prizreni është perla, Prizreni është... Ajo që më bën shumë përshtypje në Prizren është pjesa fetare, xhami, kisha, si është harmonia fetare midis tyre dhe midis popujve? Për ta kuptuar këtë duhet të jetosh në Prizren. Ne faktikisht nuk e bëjmë të muhabet asnjëherë, sepse është një bashkëjetesë e natyrshme. Nuk diskutohen këto çështje, çështja fetare dhe etnike nuk diskutohet. Ne kemi turq, kemi bosnjak të shumt, kemi nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, kemi katolik, kemi ortodoks, kemi musliman, shumicën e popullatës, po gjithsesi jemi në një ambrell që nuk e zë shiu asnjëherë.
Unë do të ndalem pak ke ura e dashurisë. Sa vizitori sjell Prizrenit kjo urë edhe pjesa tjetër, sa të hua janë që vinë bëjnë kurorëzimi ke kjo urë? Ka pasur shumë, du të jap një informacion që ato kapset e hekurit që janë vu në urën e kaltër, e kemi menjar pas urës... Dryna? Simbol, po, dryni. Pas urës simbol të Prizrenit, urës së Gurit, aqë shumë janë vënë aty sa që kanë rrezikuar edhe shembjen e urës. Dhe sigurisht komuna e Prizrenit ka bërë një ndërhyrje, i ka heq ato që të lë vend për të dashuruarit e ardhshëm. Shqyqyr që ka dashuri, natyrisht Prizreni është vend turistik jo vetëm sezonal. Prizreni ka turizëm 365 ditë, si që ka dhe pak më lartë, ne kemi një trashëgimi të jashtëzakonshme historike e kulturore. Përveç kësaj thashtë edhe më herët, oferta, mirësjellja dhe mikpritja e qytetarëve të Prizrenit e bëjnë Prizrenin shumë të veçantë. Këtë kemi edhe nga feedbacku që vim për herë të parë, për shembull një Amerikan ose një Anglez ose një Francez. I kemi intervistuar, jo më kot i kemi intervistuar, i kemi pyetur vetëm se ta dim ku jemi, apo kupton. Përveç që ata lavdrojnë infrastrukturën dhe pamjen e bukur që e kemi trashëgimi dhe këto që po mundohemi t'i ruajmë me çdo kusht, ne kemi një mikpritje të jashtëzakonshme. Me kë bashki në Europë ose në Shqipëria në botë mund të ketë bërë një binjakëzim komuna juaj, sepse ju i thoni komuna? Komuna jonë ka shumë binjakëzime. Ka binjakëzime me qytetet e Turqisë, me disa nga ato. Ka binjakëzime me qytetin Bingen të Gjermanisë. Ka binjakëzim me disa qytetet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kryetari Totaj ka bërë të pamundurën që të afrohemi sa më shumë me Shtetet e Bashkuara, si djalë i kulturës dhe i sportit që është, natyrisht, edhe me gjithë këtë, ne kemi tani shkëmbime të ideve, të mënyrave që po mundohemi t'i nxjerrim gjërat më të bukura që t'i shkëmbejmë. Nga zhvillimi ekonomik, shkëmbimi i bizneseve, deri tek studentët që mund t'i shkëmbejmë që me të vërtet Prizreni edhe ka universitetin e vetë të Prizrenit Ukshin Hoti, ne kemi bërë shumë gjëra gjatë këtyre 4 viteve që të shkëmbejmë edhe këtë gjë, edhe kulturalisht, edhe traditat, por edhe mësojmë edhe gjuhë të huaja, pse jo. Çfarë mund ta detyroj një djalë Prizrenas ose një vajzë prizrense të largohet nga ky qytet? Asgjë. Siç e sheh, të rinjt dominojnë në Prizren, jo sikur në qytetet të tjera. Prizreni është i mbushur me rini, është investu shumë edhe në këtë aspekt, që ata të kenë çfarë të bëjnë këtu, janë bërë salla sportive, janë hapur qendra kulturore, një bashkëpunim i jashtëzakonshëm me organizatat jo qeveritare që merren me kulturë, rini dhe sport, që është shumë fishuar mbështetja për to, me një mozaik të këtill, ne e mbajmë gjallë Prizrenin, ne e mbajmë gjallë rinin, aktivitetin e tyre, dhe natyrisht ne besojmë shumë, dhe ashtu edhe është, ata e në ardhmja. Ata do t'jenë nesër bisedojnë me Shkelzerin. Me një fjalë do ma përshkruash Shqipëri-Kosovë, si do ma thuash? Këtë gjë nuk e përqej. Nuk ka fjalë Shqipëri, Kosovë, Kosovar. Kemi vetëm një, vetëm shqiptar. Shqiptar. Qyteti i Prizrenit jeton vetëm me turizëm? Jo. Prizreni është një vend super tradicional për biznese, sidomos për biznese të vogla në këtë pjesë ku jemi tani. Biznesi ka shënuar ngritje, biznesi është rikthyer në Prizren me rregullimin e infrastrukturës rrugore të paktën, pastaj me ngritje të mbështetjes institucionale, si dhe me hapjen e vendeve të reja të punës. Prizreni është bërë një ambient mik për biznismenët. Kemi biznese shumë të madhe që punësojnë mbi 500 persona në Prizren. Kështu që Prizreni është i jetueshëm, bile mos them që është përtej pritjeve që ne mund t'i kemi për një vend si ku jetojmë ne. Kush është fjala më e veçantë që thuhet kur vihet në Prizren? Një misafiri. Fjala në aspektin e zhargonit, gjëja më shpesh që mund ta gjesh është bujrum. Kur futesh në një lokal, qoftë ai tekstil apo gastronomik apo hotelier, do ta dëgjosh fjalën bujrum. Bujrum në Prizren. Bujrum në Prizren. Çfarë mund të themi të gjithë atyre personave që nuk kanë mundur ose kanë dëshirë për ta vizituar Prizrenin dhe s'kan ardhur? Vetëm duhet vinë. Mos bazohen vetëm në emisione,
mos bazohem në gjë fotografi, se Prizreni është muze i hapur, qytet muze. Kështu që muzeu është gjëja më e bukur të vizitohet kudo që të shkosh. Unë për vete, për shembull, gjën e parë që bëj kur vizitoj ndonjë vend, pyes ku janë muzet. Ju si përfaqësues i komunës, një vërejtje për gjithë qytetarët e Prizrenit, që duhet ta përmirësojnë. Më beso, do t'i lloj patetike, por nuk ka. Më beso. Më beso. Miqtë e emisionit për tetra ditës, ashtu siç e tha dhe Dritoni, që unë po e mbyll këtë emision me fjalën bujrum në Prizren dhe më beso në Prizren. Miru takofshim në emisionin e radhës. Faleminderit.